Aristina, mirëmëngjes, kënaqësi që të kemi si për herë, aty me tabelat dhe grafikët e tu, për të parë pak edhe, le themi, ndarjen dhe ose më saktë atë kuotën gjinore që shpeshherë kemi parë të përflitet dhe të flitet shumë. Kuotë gjinore e cila duhet thënë ka lënë mënjan në momentet caktuara në llogaritjet finale edhe deputet burra, apo jo? Parësi se kishin marrë votat e mjaftueshme. Po, në fakt më duhet si dhe një pamje të parlamentit si ndahet ai sipas kuotës gjinore, për të kuptuar se sa realisht partitë politike, sa burra dhe sa gra sillen në parlament, donë se për këto të fundit kanë, le të themi, në fjalë apo në artikulimet e tyre, por dhe në fushatën elektorale, duke sikur i dhanë shumë peshë, por nëse do të ndalemi tek numrat, 91 përfaqësues parlamentar do të jenë burra dhe vetëm 49 të tilla do të jenë gra. Nëse do të flasim për pjesën e përqindjeve, thënë ndryshe nga 140 deputet, 2/3 e parlamentit do të jenë burra, ndërkohë që 35% janë gra. Pra më pak se 1/3 e parlamentit deputete të zgjedhura janë femra. Konkretisht, siç e tham, bëhet fjalë për 91 burra dhe 49 gra. Mund të kalojmë tek pjesa e grafikës tjetër me përqindje për ta pasur edhe më të qartë. Kjo grafika Aristina për një moment më ngjau mandatet e Partisë Socialiste me Partisë Demokratike. Po, por ka të bëjë këtë prandaj e solla për të ndryshuar edhe atë pamjen se gjithmonë jemi mësuar të shohim ndarjen e partive, por këtë herë sipas kuotës gjinore. Në fakt duhet thënë që qarku që ka më shumë gra, qoftë nga listat e Partisë Demokratike, qoftë nga listat e Partisë Socialiste, është qarku i Tiranës, ku 10 deputete Partia Socialiste i ka vendosur gra, ndërkohë që Partia Demokratike ka 5 të tilla. Sigurisht kjo përkon edhe me numrin të lartë të mandateve që ka Partia Socialiste që fitoi në kryeqytet, e njëjta gjë me numrin më të pakët të Partisë Demokratike, 13 mandate pranë në Tiranë. Ndërkohë që sa i përket një qarku tjetër, po për rritjen e numrit të grave, kemi dhe qarkun e fjerit për Partinë Socialiste. Kemi atje 5 gra deputete të zgjedhura me votën e qytetarëve në zgjedhjet e 11 majit, nga 12 mandate të fituara të kësaj force politike. Ndërkohë që sa i përket pjesës së Partisë Demokratike, ka gra sigurisht në çdo listë, edhe për shkak të detyrimit ligjor që sigurisht do duhet që ta zbatojnë, por gati në të gjitha qarqet, në 12 qarqet ka pasur gra në 1, 2, arrin numri i tyre të flasin për Partinë Demokratike. Për Partinë Socialiste është paksa edhe më i lartë. Pra le të themi që kjo është një panoramë e përgjithshme sa i përket pjesës së kuotës gjinore që sigurisht duket se këtë herë është zbatuar më shumë se sa në vitet e kaluara, pasi në zgjedhjet e shkuara parlamentare, jo për 2021, por më parë ka qenë realisht shumë i ulët pjesa e numrit të grave të zgjedhura në parlament, por edhe të propozuara nga partia, se për të zgjedhur minimalisht i duhet të jesh në listat e partisë. Dhe duket se fokusi kryesor të paktën në këto zgjedhje të fundit për Partinë Socialiste ka qenë pikërisht pjesëmarrja e gruas dhe fuqizimi i tyre edhe në lista, çka sigurisht ka pasur një numër të lartë, por jo deri në atë masivitetin që përflitet qoftë nga kryeministri Rama, por dhe nga drejtues të tjerë politik të kësaj force politike. Mithat Aristina ka patur dhe nga vetë zonjat gra, po themi që merren me politikë që kanë qenë dhe deputete, të cilat nuk është se kanë qenë detyrimisht dakord me këtë ndarjen e kuotës gjinore, sepse mendojnë që fundja jemi të gjithë të barabartë, burra gra, le të konkurrojmë që të gjithë përpara elektoratit, dhe kush fiton e meriton për të qenë në kandidat, për të qenë në deputet në parlament. Pra ka pro dhe kundër në sigurisht, nëse do të flasim për garat demokratike dhe të lira, të ndershme, flasim këtu për zgjedhje, patjetër që ky nuk është një element që do duhet të bërtitet, le të themi në thonjza fort nga të gjithë që duhet të jenë se s'bën të gjitha gra. Por ti, në rast se kryetari i partisë, kur bën ato listat e mbyllura, por edhe listat të hapura, kur konsultohet me gjithë strukturat e forcës politike që ai drejton, sigurisht e ka ai në dorë për të futur apo jo emrat, siç është rasti i grave, pra që janë 35% në parlament. Pra në rast se kryetarit të partive nuk dëshirojnë apo nuk kanë, le të themi, atë pjesën e imponimit ligjor që 2 duhet jenë burra dhe e treta duhet jetë grua si deputet në listat përkatëse që ato bëjnë, sigurisht që do të ishte akoma dhe më i ulët ky numër. Ndaj, le të themi, shihet paktën në opinionin tim shihet pozitive kjo pjesa e detyrimit ligjor që kanë forcat politike, subjektet politike në garime për që kur bëjnë listat, fillimisht do të kenë 2 burra, më pas 1 grua, e kanë detyrim, më pas në rast se ato duan t'i vendosin të gjithë gra, është pjesë i takon atyre, domethënë është pjesë e formatit apo parimeve që mund të ndjekë një parti. Por sigurisht gjithçka mbetet pozitive
pozitive përsa ko kemi gratë në parlament, por sigurisht duhet kemi gra aktive, deputete aktive që nuk shkojnë atë si deputete për t'ju bindur kryetarit, por shkojnë atë si deputete për përfaqësuar qytetarit dhe sigurisht edhe grupin e grave dhe problematikat që hasin gratë shqiptare ndër vite, qoftë për shkak të mentalitetit, por sigurisht edhe për të sistemit dhe territorit, ambientit, le themi toksik politik që ne kemi dhe që sigurisht nuk ka një lloj mbështetje shumë fort dhe grave. Kanë pasur ato pretendime për kuotën gjinore, Aristina, kanë pasur propozime ndoshta për një ndryshim të kësaj kwote? Shpeshherë kemi ngjuar nga partitë politike, por dhe nga organizatat të cilat merren pikërisht me pjesën e kuvendit që duhet të ngjitur, patjetër, por deri më tani kemi mbetur vetëm në këtë aspekt. Për shembull, më vjen ndërmend rasti i qarkut të Tiranës, ku shpeshherë diskutohet se për shkak se zoti Metaj mbesti jashtë listës së deputetëve, pra nuk arriti që të kishte fuqi elektorale për të bërë deputet, qarkullonte lajmi se duhet të tërhiqej Teti Blushi dhe Risa Xhixho që ai të futej. Dhe nëse tërhiqej Teti Blushi, sërish do të futej një burr, por nëse tërhiqej zonja Risa Xhixho, ishte detyruar që të futej një grua tjetër. Pra gjithmonë ruhet ky rend ndaj dhe është edhe vështirë për të arritur mbase këto plane apo këto skema që bëjnë shpeshherë partitë politike dhe gjithmonë edhe kemi pas nga të rastet pavarësisht se një deputet mund të ketë qenë shumë i votuar në listën e hapur bëhet fjalë. Në rast se duhej që në listën e mbyllur të mbyllej pjesa me grua, atëherë automatikisht futej gruaja më e votuar, pra jo deputeti më i votuar për të përmbushur gjithmonë kuotën gjinore. Do ta zinte një grua tjetër dhe këtu jemi më së dakord.